Përshëndetje, ky është horoskopi juaj ditor për të shtunën, 9 maj 2026. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Dashi, jeta juaj në çift do jetë shumë e këndshme gjatë kësaj dite. Do përjetoni emocione të veçanta fal disa surprizave që do ju boj partneri. Beqarët nuk do mundin dot ta tërheqin pas vetes dikë që pëlqejnë, sepse dikush tjetër do tregohet më i skafët. Me shpenzimet tregohuni sa më të matur nëse nuk doni të keni probleme serioze. Demi, do ndiheni më të vetmuar se kur më parë sot ju që jeni në një lidhje dhe do e vuani tejmase këtë gjendje. Flisni me partnerin dhe mësoni arsyet pse ju ka lënë pas dore. Beqarët nga ana tjetër do kenë një ditë euforike dhe të mbushur me takime. Shfrytëzojeni deri në maksimum. Në planin financiar duhet i bëni mirë llogarit. Binjakët, ditë mjaft pozitive dhe her pas here e mbushur me çaste të lumtura kjo e sotmja. Do ndiheni mjaft mirë në krahët e partnerit. Beqarët meshkuj do jenë me më shumë fat në dashuri. Femrat duhet të presin edhe pak ditë. Në planin financiar do ju dalin plot të pakritura dhe gjendja do vi duke u dobësuar. Gaforja, do flisni për gjithçka me partnerin tuaj sot dhe do ndani me të emocionet e mira dhe të këqija. Kjo do e forcoj edhe më tepër bashkëpunimin. Për beqarët është momenti ideal për të joshur sa më shumë. Në planin financiar do ju dalin vështirësi serioze. Vetëm specialistët do mund t'ju nxjerrim nga situata delikate. Luani, ditë goxha e tensionuar dhe problematike kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do ndiheni as pak mirë pranë partnerit. Do mendoni gjëra të këqija për të. Beqarët do jenë më të hapur ndaj takimeve. Financat duhet menaxhuar me sa më shumë përkujdes e maturi në mënyrë që të mos keni probleme. Virgjiresha, klima në jetën tuaj në çift nuk do jetë aq e ngrohtë sa ju e kishit menduar. Në disa momente do keni edhe disa mosmarrveshje me partnerin. Beqarët do jenë të pavëmendshëm dhe nuk do përfitojnë sa duhet nga ftesat. Financat nuk do jenë as pak problematike, edhe pse do kryeni ndonjë shpenzim më tepër. Peshorja, do e kundërshtoni gjatë gjithë kohës partnerin tuaj sot dhe do keni mosmarrveshje të shumta me të. Beqarët nuk do kenë sukses në dashuri, edhe pse do lëvizin çdo gur që të kenë në dorë. Do ju duhet ende të pritni edhe pak kohë. Në planin financiar do jeni shumë të vëmendshëm. Akrepi, ditë shumë e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Herë do dashuroheni ashtu si vetëm ju dini dhe herë do debatoni fort. Beqarët do fillojnë më shpejt nga sa mendonin një histori të bukur dashurie. Të ardhurat do fillojnë të rriten me ritme më të shpejta nga sa mendonit. Shigjetari, ata që janë në një lidhje nuk do kenë as pak dyshime mbi partnerin dhe jeta në çift do ju ecë si e kishin ëndërruar. Disa do provojnë edhe kënaqësi dhe eksperjenca të reja. Beqarat do japin më shumë prioritet se kur dashurisë dhe nuk do lënë vend pa kërkuar princin e kaltër. Fati do jetë me ta. Gjendja e financave do mbetet delikate. Kujdes. Briciapi, do i jepni më shumë prioritet jetës suaj sentimentale, sot duke lënë pas dore miqt dhe familjarët. Pasioni do jetë i zjertë. Beqarët do ndihen shumë mirë me statusin që kanë. Në planin financiar, fati do ju buzëqeshë dhe do i zgjidhni të gjitha problemet e mbetura pezull. Ujori, ditë shumë e këndshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do merremi vesh për mrekulli me partnerin dhe nuk do kemi as pak mosmarrveshje. Beqarët do ndihen gati për aventura. Në planin financiar do keni goxha vështirësi. Megjithatë, me pak përkujdes do ja dillni mban. Familjarët do ju gjenden afër. Peshqit, do jeni shumë xheloz sot në jetën tuaj në çift dhe kjo do e nxehë në disa momente atmosferën. Mirë është të qetësoheni dhe të flisni hapur dhe përballë me partnerin. Beqarët do marrin propozime pafund. Financat do mbeten ashtu si kanë qenë. Kjo ishte gjithçka për sot. Ju urojmë një ditë sa më të suksesshme. Shihemi nesër.